Përshëndetje, si që dini, unë pastroj në shtëpia dhe sot po ju tregoj një mënyrë se si pastroj unë xhamin në një shtëpi. Tani, si fillim, të gjupita xhamit këtu, unë do të laj sitën. Edhe pse e bëra një video më përpara. Tani po e bëj pras. Se kam darësi të tani është një kështu. Dhe do bëj larjen e pjesës së xhamit. Për të bërë larjen e pjesës së xhamit do t'ju tregoj një mënyrë shumë thjeshtë që mos u lodhe trupi shumë duke e pastruar xhamin. Gjerësinë e shpatullave hapin këmbët dhe me atë gjerësi do ta bëjmë xhamin, do ta lajmë xhamin kështu. Që mos u lodhe trupi shumë. Ja po them. Po ju a tregoj, po ju. Unë jam e shkurtër dhe si jam shumë e gjatë, prandaj kam marrë këtë shkopin e kam marrë nga ajo lecka që lajmë me vileda. Ndërsa këtë kam blerë tek Leroy Merlin në Greqi. Tani, nga këtu, unë nuk e bëj se gjasë të edhe në të një. Opa. Dhe tani, mund të bëjtë kështu, pa, e heqë këtë, edhe bëjtë kështu, pa. Kjo ishte mënyra ime. Bye.